ndalemi tek ligji për mbetjet. Normalisht që një vendim i tillë jep efekte në disa fusha, ka efekte juridike, efekte sociale, efekte financiare. Pozitive e negative? Por për një gjë jam i bindur, cila do qoftë kostu e arsyeve tjera, qoftë në aspektin social, juridik apo financiar, më duket vendimi më i drejtë. Përse e them këtë? Në fundit, qeveria Rama mbajti një premtim për të cilin i kishte premtuar elektoratit dhe ishte votuar. Pra, unë si gazetar më tepër më intereson aspekti populist, pasi edhe ky është funksioni jonë, ndërsa problemet e tjera janë probleme teknike që u përkasin specialistëve. Ashtu si edhe unë, edhe ju dhe shumë kolegë tanë të tjerë, kemi bërë me 10 kronika në mbrojtjet mjedisit, pasi mjedisi është një nga problemet më serioze, një nga problemet më të mprehta, jo për qarkun e Fierit, jo për Shqipërinë, po për gjithë botën. Është një nga problemet më të mprehta, pasi shumë fenomene natyrore sot lidhen drejt për drejt me veprimtarinë e njeriut mbi mjedisin. Dhe mendoj se Shqipëria nuk ka përse të importoj plehra nga jashtë, nuk ka përse të bëj eksperimente të tilla, kur ajo ka vetë plera boll dhe nuk ka një teknologji të sajnë për të eliminuar. Dhe ishte diçka e tepërt importimi i plerave në Shqipëri. Aq më tepër që në hartimin e këtij ligji nuk u morën parasysh as interesat e grupeve të interesave, as zëri i shoqërisë civile, as zëri i qytetarëve. Sepse ka grup interesash që kjo është industri vetë. Jam shumë i qartë për pyetjen. Po, jam shumë i qartë. Tek protestat e shumta, tek peticionet e shumta, të cilat qeveria i zgjati dhe i zgjati. Protestat janë bërë nga ambientalistët, nga shoqëria civile, jo nga grupet e interesit. Atëherë, kush është më interesuar, dhe këtë quni ju grupe interesi më interesuar, se sa vetë ambientalistët që mbartin në qirin e tyre specialistët më të mirë që e njofin më shumë problemet e mjedisit. Ne si gazetari njofin problemet e mjedisit, domosdoshmë që anonqova dhe pak më parë në frymën populiste të publikut, ndërsa ata janë më ekspertë. Dhe kur ambientalistët tonë se importimi i plerave është me shumë rrezik, atëherë kush më mirë se sa ata e një probleme teknikisht. Ne do të themi mendimin ton këtu, jo mendimin e tyre.